cili do pushtet mund të shikoj nga sot unë e mora konsiderat dhe do ta rris rrogën. Do ta bëj sepse qeveria me një farë mënyrë është me administrat, është me ministra, me gjithë ato elementet dhe kuptohet se qytetari pavarësisht se dëgjohet, ta marrësh në konsiderat, është e domosdoshme, por të arrish t'ja zgjidhësh problemet, ajo faktikisht pastaj është sistemike. Nuk mund të themi e bëre kërkesën ose e shprehe nevojën tënde dhe ne morëm konsiderat dhe zgjidhëm problemin. Dhe kjo është pak ai problemi që kemi me këtë lloj qasje, sepse të shpresh pak knatësi dhe të mendosh se do kesh zgjidhje aty për aty, kjo ka një dallim, ka një hendek mes njërës edhe tjetrës. Dhe unë jam që këta qytetarë që po shprejnë pak knatësi e tjerë dhe që nuk do ta gjejnë, si thuash, përgjigjen adekuate tek qeverisja e Dirama, në fund të formojnë parti politike, pse jo dhe të garojnë për pushtet. Mos të votojnë e Diramën, të paraqesin alternativën e tyre në afat kohor dhe në fund të vinë me një alternativë ndryshe. Po nuk zhbët pushteti dhe nuk zhbët sistemi nga rruga. Jo vetëm tek ne, merrni protestat kundër Margaret Thatcherit, merrni protestat në 68-ën kundër De Gaullit, e gjithë Franca ishte në këmbë. Po merrni protestat e lekverdhëve në Francë kohëve të fundit. Asnjë s'ka kërkuar dorëheqjen ose s'ka dhënë dorëheqjen nga pushteti në Francë. E kuptoni, kërkesa është legjitime, është e drejtë dhe pushtetarët e dëgjojnë, qeveria e dëgjon. Mirë po, të thuash ti, hajde ik pasi ke fituar zgjedhjet se po vijon, nuk e di, këto nuk kemi dakord. Zoti Vislimi, padashur nuk është se po bëhem avokati tyre, po më lejo të ngulmoj pak edhe tek pjesëmarrja nga Kosova, sepse ju thoni që fakti që ju jeni shqiptar, jemi të gjithë shqiptar, jemi një, në trojet tona, flasim një gjuhë, kemi një gjak, tani edhe keni të drejtën legjitime për të shprehur, sigur ju po shpreheni, për atë që po ndodh në Tiranë. Po pse pjesa tjetër, atyre që vinë nga Prishtina edhe nga Tetova, nuk kanë të drejtë dhe pse ata duhet shikojnë me syrin se po vinë për të destabilizuar apo janë anti-shqiptar apo ka domethënë agjentura e thash të tjera, kur edhe ata kanë të drejtë ndoshta mendojnë që kryeministri i Shqipërisë në procese demokratike në Kosovë për çështje të caktuara në vitet e fundit, edhe ai ka dhënë mendimin e tij dhe ata pse mos e japin mendimin e tyre. Ashtu sikur tha edhe Enver Dugolli që shiko, ata ne nga vetvendosja nuk kemi shkuar të organizuar atje. Kanë shkuar secili ndoshta në mënyrë individuale. Pra nuk po bëj avokati me tyre, thjesht un po pyes. Jo. Mirë që po pyesni, po do ta njihni realitetin e këtyre strukturave, që unë njoh jashtëzakonisht mirë. Dhe keni drejt për pyetjen që bëni, unë nuk kam kundërshtuar as edhe një herë në as edhe një shkrim timin, jo sot për kurrë, për pjesëmarrje apo për dhënie të mendimit nga Shkupi, Prishtina, Tetova e kudo tjetër, Presheva, Bujanovci e tjerë. Unë jam për bashkim kombëtar, kam pas prind të angazhuar dhe të burgosur politik për këtë çështje, dhe si mamon, si babain tim, aktivist të përhershëm të kombit shqiptar, dhe jo të shtetit të Kosovës, jo vetëm pra të shtetit të Kosovës, dhe në këtë aspekt nuk kemi asnjë kundërshti që kanë të drejtë shqiptarët e Kosovës të shprehin mendim e tjerë. Mirë po, kur bëhet kjo në formë spontane, qytetare, dhe pa qenë të organizuar dhe të financuar, ne jemi shumë në rregull. Edhe unë po jap mendimin, edhe ata le të japin mendimin e tjerë. Dhe le të kemi përballje gjithëkombëtare, qoftë për qeverinë në Tiranë, qoftë për qeverinë në Prishtinë apo edhe në Shkup. Dhe kjo duhet patjetër sepse në fundit jemi qytetarë të gjithë të një kombi. Të një kombi dhe flasim të njëjtën gjuhë dhe askush nuk është më pak legjitim se tjetri për ta dhënë mendimin e vet. Mirë po, kur organizohesh me qëllime të caktuara dhe financohesh për të destabilizuar, se këtu jemi duke folur për destabilizim. Për publikun, mund ta themi edhe më thjesht, atë që po thoni ju, nëse unë nuk e kam gabim, që Albin Kurti ka organizuar, financuar për të destabilizuar Shqipërinë për të rrëzuar Edi Ramën. Kjo është Elbi. Po,
Po, edhe këtë e them me jo vetëm me bindje, po kjo është argumentuar, sepse shumicën prej tyre unë i njoh edhe personalisht. E kuptoni, që ta keni parasysh që nuk është duke folur dikush që nuk i njeh këtë struktura, po nuk e di si funksionojnë, si mendojnë etj. Këta njerëz janë të organizuar dhe ka një maskarallëk dhe një korrupsion në Kosovë i cili nuk është parë asnjëherë më parë dhe i cili ka vajtur në përgjepa të OJQ-ve dhe në forma të ndryshme për të financuar këta njerëz që paraqiten ndonjëherë si analist, që në fakt janë të joshur edhe të financuar nga apo gazetar nga Albin Kurti. Dhe këtë njerëzit që janë në Kosovë e dinë. Ju duket më e largët sepse distanca e bën të tillë që nga Tirana mund të duket se janë bërë gjëra spontane dhe ata kanë ndjenja të tilla kombëtare etj. Dhe po bëjnë thjesht spontanisht po quhen nga Kosova. S'është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Ta njerëz në verë dugolet duhet i them zotëri ti e di fare mirë sepse i atje. Sepse të ka quar lideri yt. Ka quar dhe Jona Mihali dhe këtë e dim ne fare mirë këtë punë. Se çapo bëhet e çapo kurdisët. Nuk e kanë këta me Edi Ramën. Këta njerëz e kanë sepse janë anti-amerikan, janë kundër demokracisë. Pra, ku do të dalë Albin Kurti me këtë? Po, atë do ta zbuloj me kohën. Por që këta njerëz janë duke vepruar kundër shtetit shqiptar, jo kundër Edi Ramës. Janë duke vepruar kundër shtetit shqiptar, pra qeverisë shqiptare, destabilizimit të shtetit shqiptar, i cili sot ka hapur negociatat prej kohësh, ka hapur kapitullin e fundit dhe pritet që të përmbyll këtë kapitull në 2027-2028. Është shtet i cili ka pas një zhvillim të jashtëzakonshëm këto vitet e fundit, pavarësisht se ky zhvillim ka krijuar frustrime, ka krijuar se çdo zhvillim në fakt krijon edhe emigracion, është normale, zhvillimet e shpejta krijojnë gjithmonë emigracion, ka krijuar edhe pabarazi, është drejt e popullit shqiptar që të kërkojë më shumë barazi ekonomike etj. Dhe këto janë legjitime, mirë po këta nuk e kanë aty problemin. Dhe kanë problemin sepse janë anti-amerikan, janë kundër sistemit demokratik, dhe këtë e ka shprehur më së miri Albin Kurti në Kosovë, i cili po bën haton duke u munduar që t'i kapë të gjitha institucionet dhe të gjitha pushtetet dhe për të eliminuar çdo kundërshtar të tij, duke u organizuar dhe financuar grupe të posaçme për sulmuar dhe krijuar përçarje në të gjitha format e mundshme. Dhe këto ne e dim fare mirë. Zoti Bestimi, kam një pyetje të fundit. A mund quhet anti-amerikan njëri